Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha sfidoi sot sërish kryeministrin Edi Rama për të përballur në një debat televiziv live. Sipas tij, Rama refuzon çdo debat mes përfaqësuesve të qeverisë dhe opozitës për programin para zgjedhjeve. Kryeministri aktual ka kodin e mafjas, është padrino, se këtë gjë bën ai me debatin televiziv, me ballafaqimin e kandidatëve që e ka ndaluar, me refuzimin nga ana e tij të çdo kontakti me gazetarët. Ai sot dhe Kim Jong-un janë të vetmit kryeministra në botë që nuk pranojnë asnjë pyetje nga asnjë gazetar sepse nuk takohen me ta. I vetmi është ai, dhe natyrisht vet nuk pranon të ballafaqohet në studio televizive për programet. Traditë kjo e krijuar e filluar në vitin 1991 kur Partia e Krimit ishte parti pune, por vendosën të respektojnë disa rregulla elementare dhe në atë kohë ballafaqoheshin për programin përfaqësuesit tanë dhe të Partisë së Punës. Kurse sot ai ka ndaluar omerta, kodi i mafias ka ndaluar çdo lloj komunikimi, thot Berisha. Ky i fundit zhvilloi sot një takim me prodhuesit e bimëve medicinale. Sipas Berishës, ky sektor u godit fort nga narkotrafiku dhe lulëzoi euro e drogës. Akuzat e Berishës ndaj Ramës ishin të shumta edhe në këtë drejtim, ndërsa nuk harroi premtimet e bujshme pas fitores së 11 majit, edhe pse demokratët me në krye vet doktorin e din shumë mirë se nuk e rrëzojnë dot Edi Ramën.